Policia e Durrësit ka arrestuar 4 persona si të përfshirë në ngjarjen e rëndë të ndodhur në zonën e Manzës, ku mbetën të vrarë 2 persona. Të arrestuarit janë shtetasit Eral Cani, Ergi Kadiu, Tauland Beqa dhe Emirjan Beqa, dy të fundit vëllezër me njëri tjetrin. Mësohet se 4 personat e rënë në prangat e policisë do të përballen me akuzat si përkraje e autorit, moskalzim krimi dhe armbajtje pa leje. Në njoftimin e policisë thuhet gjithashtu se në kërkim për vrasjen janë shtetasit Daniel Pepa, 21 vjeç, banues në Manzë, për veprat penale vrasje me dashje dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit, si dhe 30 vjeçari Gëzim Allci, banues në Manzë për veprat penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit, për kraja e autorit të krimit dhe moskallëzimi i krimit. Nga hetimet e kryera deri tani ka rezultuar se shtetasi Daniel Pepa ka hyrë në lokal dhe për motive të dobta është konfliktuar verbalisht me kamarierin e lokalit Alteo Pepa dhe me shtetasin Flori Paluçi, i cili shoqëroi në lokal nga disa shtetas, ndërta i arrestuari Eral Cami. Pas konfliktit verbal, Daniel Pepa është larguar me automjet dhe më pas është kthyer bashkë me Ergi Kadiun dhe Aranit Kurtin. Teksa ata kanë tentuar që të hyjnë sërish në lokal, ka dalë Flori Paluçi dhe ka qelluar me armë zjarri në tokë. Në këtë moment, Daniel Pepa ka qelluar me armë zjarri në drejtim të Paluçit duke e plagosur, ndërsa Aranit Kurti e ka qelluar me grushte në fytyrë. Paluçi, sipas policisë, ka qelluar ndaj të dyve. Nga plumbat mbetën të vrarë Aranit Kurti, që u qellua nga Paluçi, ndërsa ky i fundit u vra nga Daniel Pepa. Policia vijon kërkimet intensive për kapjen e autorit të dyshuar të vrasjes së shtetasit Flori Paluçi, si dhe për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim. Gjithashtu po punohet për të siguruar çdo provë që do t'i shërbejë hetimit për dokumentimin e përgjegjësisë penale të secilit prej shtetasëve të implikuar në këtë ngjarje.